Procesi i votimit nga diaspora për zgjedhjet në Shqipëri ka hyrë në një fazë të rëndësishme, ndërsa deri më tani kanë mbërritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve gjithsej 102.197 vota, me votat e emigrantëve shqiptar nga e gjithë bota. Të dhënat zyrtare tregojnë për një pjesëmarrje në rritje, megjithatë, disa shtete vazhdojnë të paraqesin problematikat logjistike dhe vonesa në dorëzim. Italia mban vendin e parë për numrimin më të lartë të zarfeve të mbërritura me 46.203 vota, që përbëjnë 18.8% të totalit. Pastaj renditet Gjermania, Greqia, SBA dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ashtu, nga Mbretëria e Bashkuar kanë ardhur 7.807 zarfe, ndërsa Franca ka dërguar 2.721 zarfe. Pavarësisht një përmirësimi të ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluara, Greqia vjen të jetë një nga vendet më problematike për shkak të vonesave në sistemin postar dhe vështirësive logjistike, pavarësisht një angazhimi intensiv nga ana e KQZ-s dhe ambasadës shqiptare në Athinë. Për të përmirësuar situatën, ambasada ka publikuar çdo ditë në rrjetet sociale adresat e zyrave postare që të jenë të hapura dhe jashtë orarit zyrtar dhe një ditë pushimi, vetëm për qëllimin e pranimit të votave. Nga ana tjetër, sa i përket shpërndarjes së votave sipas qarqeve, Tirana kryeson me 24.191 vota, ndjekur nga Durrësi me 14.115 vota, Fieri 11.500 vota, edhe qarqet e tjera si Elbasani, Shkodra, Korça kanë regjistruar shifra të larta. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u bën thirrje shqiptarëve që ndodhin jashtë vendit të hyjnë në faqen zyrtare të institucionit dhe të raportojnë çdo problem me votimin në mënyrë që të kenë kohë për zgjedhje brenda 10 ditëve të mbetura nga afati përfundimtar.